Tregohet në biografinë e Imam Malikut rahimahullahu taala kur ai ishte ende i vogël dhe fëmijë, dhe nëna e tij kujdesej që ai të shkon dhe të merr mësim tek hoxhallarët e Medinës në atë kohë. Një prej hoxhallarëve të mëdhenj të Medinës në atë kohë ishte edhe Rabi'atur Ra'i, i cili ishte mësuesi dhe hoxha i Imam Malikut rahimahullahu taala. Tregon Imam Maliku rahimahullahu taala dhe thot: një ditë prej ditëve nëna ime më përgatiti dhe më nisi për të shkuar për të marrë mësim dhe për të dëgjuar porositë e hoxhës tim Rabi'atur Ra'i, dietarit të madh të Medinës. Pasi më përgatiti, nëna ime më tha: o Malik, shko te Rabi'atur Ra'i, ke dietari i Medinës, dhe merr mëso edukatën prej tij, edukatën islame, dhe merr edhe mëso se si ai i friksohet Allahut Azza wa Jall. Thot Imam Maliku rahimahullahu taala, po sa arrita te dietari i madh i Medinës Rabi'atur Ra'i dhe ula para tij, gjejën e parë që më tha porosin, mesazhin e parë që më tha: o djalosh, bëhu i sinqert me Allahun. O djalosh, bëhu i sinqert me Allahun Azza wa Jall. E pastaj vazhdoi Rabi'atur Ra'i, dietari i Medinës, dhe tha: o djalosh, ishte një voglush para teje, një djalë para teje, i cili prezantonte në mezhliset e dietarëve të Medinës dhe shumë i donte ata, dhe shumë dëshironte që të bëhej dietar dhe të bëhet prej njerëzve të diturisë. Mirë po, caktimi i Allahut Azza wa Jall ishte që ai të ndron një jetë i vogël si fëmijë. Thot ndroi jetë dhe në gjenazën e tij prezantuan të gjithë dietarët e Medinës dhe njerëzit e mirë të Medinës. Nuk mbeti alim, dietar, vetëm se ishte prezent në gjenazën e tij, për shkak se ky shumë i donte dietarët. Thot e varrosëm dhe e përcjellën për në botën tjetër. Pas një kohë, thot, dikush prej njerëzve të mirë e pa në ëndër dhe i tha atij djaloshit, ai i cili e pa në ëndër: çfarë bëri Allahu me ty? Ju përgjigj djaloshi, tha: Allahu Azza wa Jall ju tha melekëve të tij: këtë djalosh ngrijeni shkallët e tij në xhenet në pozitën e dietarëve dhe njerëzve të ditur, nga se robi im, ky djalosh, i donte shumë dietarët dhe kishte dëshirë në dunja, dëshirë të madhe që të jetë prej dietarëve dhe prej njerëzve të diturisë, kështu që Allahu Azza wa Jall tha: ngrini në pozitën e tyre. Pra ju vëllezër, nëse njeriu është i sinqert me Allahun Azza wa Jall dhe ja e besën Allahut Azza wa Jall dhe ka dëshirë një vepër ta vepron, mirë po Allahu Azza wa Jall me urtësinë e tij e pengon, le ta dinë se do të shpërblehet për shkak të një jeti të tij. Pra Allahu Azza wa Jall do ta shpërblet për sikur ta ketë kryer atë vepër. Kështu tha edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se Allahu Azza wa Jall ka shkruar edhe veprat e mira dhe të këqija, andaj ai i cili e vendos dhe jep niyetin, dhe ka niyetin që ta bën një vepër të mirë, e pastaj nuk e vepron atë, Allahu Azza wa Jall do t'ia shkruan një vepër të mirë komplet. Allahu Azza wa Jall na bëf prej të sinqertëve. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.